Ke patur disa kritika kur ke deklaruar këtë frasi, do ta citoj tani. E donim vajzën, por erdhi pa paralajmërim. Ishim ndarë një ditë para se Sara të më tregonte ekon. Kur më njoftoi, po darkoja me miq dhe kisha pirë pak. Mendova se ishte ëndër. Pyetja ime e parë ishte, a do ta mbajmë? Ajo ishte shumë e lumtur. Ke reflektuar ndo pak? Ke menduar që ke thënë diçka gabim këtu dhe mund ta korrigjosh apo? Ma është është dosh me thonë ma but, është dosh mos edhe mos me thonë hiç. Po, ajo është e vërteta, se na kemi qenë tonë 2 muaj, edhe nuk e kom ditë, gjithçka ka përfundu, edhe Ti momentin e marrjes vesh të lajme, do me thënë nuk e ke përjetuar me gëzim, si një fëmijë që pritet me dëshirë dhe që është... Jo me gëzim, kur kom ri në shtëpi, mas lajme gjyshi ka fillu, ka fyt pjata, ka festu krejt shtëpia. Shtëpia na është bo festë edhe ka qenë, edhe pse ka qenë Covid, kemi mbledh krejt familjet e kemi festu. Po deri sa erdhi vajza në jetë, pastaj si ka qenë shoqërimi i shtazanisë së Sarës derisa lindi poem blu? Pastaj janë hap kufit, ka ardhë Sara në Shqipëri, edhe fati saj, unë kom qenë pa koncerte atë verë, ma mërmenja, nuk e di naj gotë që ka pas naj shtatzanim atë bukur, si kom najt gati te barku, te goja, te veshit, te syt, çdo sekond. Po ti e kishe kuptu që do ndaheshe nga Sara në atë moment, apo ende po bëje përpjekje që ta shpëtoje këtë raport? Jo, me momentin që ma ka tregu unë e kom ditë që na u bon bashkë. Edhe për që ato edhe është bo gjitha jo fest, edhe unë jom bo njeri maj lumë të më botë, aqë sot jam njeri maj përmbushë më botë. Ke thënë dhe ndoshta po të kështë qenë Sara më pak private, ne sot mund të kishim qenë bashkë, kur nuk i dihet. Kur ja kemi shpjeguar po i ndarjen, ka qenë pranuese, ka thënë java ime me mamin, java ime me babin. Më vjen keq vetëm për vajzën, por gjë tjetër nuk më vjen keq. Në fakt është për ty rëndësishme që partneri jote mos jetë violinë e parë si ti? Problemi që ka qenë se puna e Sarës ka qenë në Tiranë, puna jam ka qenë në Kosovë dhe diasporë. E kjo e ka deshte ka kriju një distancë. So, unë nuk e kom problem a je ftyrë publike, apo qa është se cili një jetë dhe lere tjere të jetojnë, se cili e zgjedh edhe profesionin në vetë dhe krejt, po që kjo në domja Tiranë e ka kriju një distancë që pak, sa do pak jem ftof raport.